Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Kemi edhe mendjenja të mira nga fitore e djeshme. Deshe bukur, era parë italianë sulën. Pipino dhe drejtë. Era parë që kështuar 3 gol italian, europian. Nëse Mirja bën atyre se na pushtuan nga e para ta gjithsesi. Mirë, atyre t'ja bëjnë t'ja shtypin kokën. Ku luam në tjetrën? Çfarë date? Jam tjetër? Apo në për 2 javë? Për 5 ditë, sot Bilisani po luan në Zvicër. Por se t'ja shtroj mirë t'i përshëndes një çunat Besin dhe Andi, që na përshëndetën në podcasti i tyre 38. Ka vënë atë linku në description pastaj. Rofshi çuna. Për shkakutje është problem, që më është problem tash i pak pe këto biliona dëgjues që kemi ne. E kapën 200-shën? 200 po kështu. Shpejt fare. Jemi dhe Gjorogani, shëtau Gjorogani. Të vamo që Gjorogani. Po kjo që ishte ftuar tash, ishte po fliste për këto pra për ndryshimet mes femrave dhe meshkujve, domethënë testosteroni e gjitha, prandaj ishte ajo biseda që lam gjysmën e shpak, që po shpjegonte ai që ka gjithmonë një avantazh. Domethënë ato që kanë ndruar gjini, domethënë që ka qenë femra përpara. Se kjo ishte biologe që përpara kishte qenë me këto wok. Pastaj kishte studiuar, domethënë kishte parë faktin që ishte gabim. Do të thënë që wok pastaj biologët, se kundër nuk pastaj tani domethënë prapë ka atë kështu atë çështjen e etikës, që okay, ke të drejtë jam nga ana biologjike, por nuk është etike që ata të kenë të drejtë të konkurrojnë domethënë ata të tjerët, pavarësisht se është ai rasti që e përmend gjithmonë ai, që na ka dalë dhe ende ai rasti që përmendai që i ka thyer Kafka njerëz. Se di në rast. Është një rast që ka pasur një ndeshje në mixed martial arts, domethënë, edhe ai tipi konkurrenti domethënë tjetër që ishte konkurrent me femër, domethënë. Nuk e dinte ajo, domethënë, që ai ishte mashkull biologjik, domethënë, edhe kishte rarë, ishte bërpim. Atje kishte një frakturë në Kafka, domethënë. Jo se kishte thyer tamam, po që frakturë. Që kishte dëmtim në kockë. Edhe ato është shumë e vështirë t'ia bëj femra ose mashkulli, duhet të jetë diçka që ta ketë atë ron, e kupton, ta ketë dëndësinë e kockës më të madhe normalisht. Se nuk mund të thyesh gur, nuk mund të thyesh hekurin me gur, thën gurin me hekur, kupton? Po çfarë do bëj divizion tjetër apo të bashkënë me? Ato po thoshte, i bëj divizion tjetër, ajo thoshte, po jo, po se ata duan të ndihen femra, duan të ndihen meshkuj, çfarë duan të ndihen ata, dhe nëse ti thua tjetër do ikin në një kategori tjetër, na what the fuck. Një pra, ti do të bësh atë prapë në shoqëria më Po, si ja fusin kota, se di. Po, në moment, s'ke pse ndanë meshkuj nga femra. Se kështu i bie. Po, një e dyta, edhe pasaj atë pra, po thoshte Rogani që gjithkohës, po. Është puna të fairness, në competition, kupton, sa i gjithkohës e thot atje domethënë që ka ndryshime në ndërtimin e trupit. Dhe kjo po libri që ka bërë për atë po fliset domethënë, dhe prap kjo kishte frikë. Ose ishte ta themi në fjalë bukur mjaftueshme ndjeshme domethënë sa ta merrte edhe rastin atyre të tjerë parasysh, po. Ja fusin kota për ide online. Kupton se nuk ajo nuk është po bëjnë olimpiadë matematike. Edhe ke trurin në vllë dhe jepi. Bëj sa ke aty. Ti je në competition fizik domethënë. Që s'ka kuptim, prandaj janë çdo gjë e ndar. Po tash si do bëj? Duke se u përmirësoj, apo më keq të bëhet kjo. Peti aton lajmin e fundit në Shqipëri, që ishim fjalën mama dhe bab. Po që lajm apo Ore kishin kërkuar ata valla. Ta kishin bërë lajm në portalet tjera. Martesën akoma midis gjerëve, çka kërkon? Po. Ha pasavi. Po, degenerimi ha pasapi. Po jo më vur. Martesës nuk i plas trapi njeriu, martohu bëu ç'të duash ti. Po plas trapi njeriu, kishin politikanë. Po zotri po ti kur më po lej politikanë, plas trapi politikanë. Ideja është më thoshin më tani do quhesh ti më baba, do quhesh prindi 2. Po jemi të dy në kundra kësaj. Po ka s'kan bazikën akoma. Ta s'lejohen të jenë çift, s'lejohen të mbirësojnë. Ta janë të minus 1. E kapin që aprin nga bishti pra, e thoma se pse ka fshoj. Po mirë, nëse ne kemi një
shëndetshmëri morale, kështu mocking, domethënë, u kënaqën faqet e memeve duke dalë trapin gjithë, domethënë. Që është gjë e mirë se ka kështu backlash domethënë në Shqipëri. Nuk është si në këto, domethënë, ku kemi parë ne deri tash këtu në Gjermani, për shembull në Britani apo në Amerikë që kanë frikë njerëzit, e kupton, të thonë diçka. Të mbushën faqet e memeve duke dalë trapin me ata direkt, ajo është gjë e mirë pak. Pak nuk ka arritur akoma deri në park të kenë frikë njerëzit e kështu. Faktikisht 1% të culture në Shqipëri na zgjidhim shërbim. So kishim të lloj qeverisë, so kishim të lloj policë, so kishim të lloj që. Ore kemi e burim, kemi janë të fort. Jemi shumë të zënë për bjetesë akoma, po që shikoj se kështu po janë shkallën të gjitha këto, kupton po. Në këtë lloj kaosi mbin ata, kupton? Se në Amerikë nuk është se doli ajo, vërtet ka 10 vjet domethënë, po bumin e bëri në kaosin që krijoi Trump. Atëre dolën ata që lulëzuan komplet. Kaosi është si ai pleu, që u bë mua për barin për jashtë. Kur i dhe uri, do mbije. Sidomos tash. Po ta kuptojnë një gjë apo jo. Ose se kuptojnë, ose s'duan ta kuptojnë, ose nuk e di se ka thënë ndonjëherë njeriu kur i dhe u çfarë si e ka rit liria e fjalës, e kupton? Nuk kanë lexuar në libra dhe ata kuptojnë pjesën që të gjitha sistemet që të imponojnë ty, apo mua, apo filanit, apo çdo njeriu domethënë se çfarë fjalësh të përdorim, janë sisteme komuniste, marksiste, imperum, kështu, si bie, perandori, mbretëri, ato janë që kanë një pushtet absolut e thotë ai do bëj shtetet e vrava. Pushtet autokrate. E kupton? Se janë ndjesë nga majt. Në të dy janë nuk ka rëndësi, po thjesht janë degradim, janë ato që nuk kanë nevojë për ndar pushtetin, që nuk të pirë fare, ti do thosh të bësh ti kështu se kështu se dua unë. Si Hungaria e Turqia. I kemi shok tani. Nuk jam shumë i lexuar te Hungaria në fakt. Kështu, te Turqinë kam pak më. Hungaria është një nivel në Turqinë. Po çfarë drejtimi? Media. Drejtimi i djathtë apo të majt? Ai hyri, pse Erdogani hyri majt, edhe ky hyri majt, siç e televizia në 90-s. Turqie. Edhe është bërë shumë tip autokrat. Media po bllokon radio, bllokon gazetat, opozit, zero se nuk ka, kontroll mediatik të rinjt. E i bën kështu public shaming, po kur del një kundra. Shumë rëndësi domethënë. Po pra, po, shiko. Më duket se kishte ndërtuar në një stadium përballë shtëpisë ku ka pas të fëmijërisë, se donte. Çmë po sa ka te ka shpinë pak, ne shikon nga shtëpia apo. Jo, shtëpia e vogël. Apo ka si mal stafa që ka shpinë atë kullën kështu, vetë dhe pastaj stadiumi. Shtëje, presidentin e Turkmenistanit. Atë njësoj më atë është. Kam parë disa ande nga Uzbekistani, pashun një çka kishin ndërtuar ata atje, një super pallat, një super kompleks, domethënë vetëm për se ata qeveritarit quhen në term, domethënë pa tanë si obortar të mbretit, që jeton me një si tip fshati në mes qytetit. Çe çndruar ata. Mojnë e këshndror emra, kështë venim në Amas, diçka e tillë. Po. Atë tipa. Që dishëm ta hynë kështu për lirit, edhe përfundojnë në autokratë më të mëdhenj. Luftojnë për lirit e përfundojnë në autokratë më të mëdhenj. Çiko, pushteti të prish. Po s'është vetëm pushteti të prish, por ideja është se janë ata pavarësisht se sa të fortë, sa të fuqishëm mund të jepin ata nuk bjetojnë dot vetëm, por kanë ata lidhje të tyre, kanë ata as një shtab që i përgjigjen, domethënë. Ti ke Putinin që ka vjet, gjithë ata që janë super bilionerë atë Rusisë, domethënë të gjithë asaj pjesës të Azisë Qendrore. Edhe këtej që janë çfarë janë mongol që futu kupton biznesmen më dhënë të gjithë ata që kanë dalë një kundër. Po nuk hyn te kjo. Ai Putini ska luftuar për lirit apo të shvina nga shërbimi sekret. Në rregull, po ata e mbajnë atë. Unë po flas për Erdoganin dhe vërtet hungarezën. Po prezidenti Erdogani me mafien, e ke parë që kanë nxjerrë ai me mafien? Që e shpish me mafien është ai Sedat, çaj ka, se më vonë ka qenë në pushtet. Po si hyri, Erdogani u bën. Mirë, e kupton, po ashtu kur hyn si të mirit e nënës të gjithë ata, e kupton po. Prandaj edhe kurti do pas kujdese kështu hyrje edhe ky. S'ma menja se vetën atë drejtim, se nuk e ka as potencialin e kur ai ka jashtëzakonisht më shumë presion se sa kanë atje. Në ata. Pa hyrë akoma po lufton me gjykatën, çfarë flet? Çfarë po lufton me gjykatën? Për atë gjykatën supreme që është në Kosovë, Prishtinë, për ato serb. Si çka ka me serb? Po ai gjykon për krimet e luftës kosovarët ndaj serbëve, se ndodhe kundër. Po, ai shumë mirë po. Çfarë të keq e ka?
Nuk është krahasim, është gjë e mirë, është e kundërta. Ai po të dilet thoshte bëni këtë, mirë e keni, atëherë do ishte kështu që dale vllai ti. Çfarë po bën tash ti? Je në rregull apo? Çfarë merr gjykata për sipër, nuk vjen më shumë dëshirë, ata zbatojnë ligjet ndërkombëtare. Po ma po, ato zbatojnë ligjet ndërkombëtare, por ti mos harro fare që Kosova nuk mund të ka të drejtë të çojë. Nuk ta hapet, se kanë bllokuar. Gjithashtu nuk çon dot Kosova, nuk denoncon dot Kosova në Hagë. Por paket aty në Kosovë gjykatën. Po mirë, gjykata speciale është tribunali. Po e pra, se shi Kosovës është i atyre. Po aty mos. Ata nuk e dilla. To na gaposin ta uokët, ta të zgjuarit. I ka përkeq me uokët, ne skemi uokët. Me keq, po çfarë skemi e Bolidheut, si skemi, skemi, po se ashtu thoshin amerikanët, skemi. Ama se dy studentë janë në Bolidheut në Evergreen, e kupton? E kanë ikur gjysma e profesorëve nga puna atje. Kështu thoshin gjithë në fillim. Këto që faqet e memeve që kanë parë në kështu në Instagram, domethënë që i kanë nxjerrë nga këta robë që bëjnë kështu video, blogger, e ke parasysh gjitha, kështu që pash një të bukur para se ditë ishte një gotë kështu domethënë me një super pamje na mbrapa. Pamja ishte motra, e kupton, mal, kështu gjelbërimi gjitha. Dhe kjo po fliste për meshkujt që janë shovinistë. Tani vlla jo doj, kështu një gjysmore kursi shpjegoj çfarë do të thënë shovinist. Shqipëri kjo më Shqipëri kjo më bëte. Po mua beti ideja që nuk jemi ne në dieni, nuk do të thënë që s'ekziston. Do, unë shkoj YouTube në Shqipëri. Ne kanë gjithë mbuluar, apo të vesh dorën të djegla. Janë, nuk e di ata. Nëse të paktën që janë mirë të krijojë debat, ne nuk ekziston fare kjo si. Ore po nuk ka debat valla. Kjo është problemi, kupton? Se siç është në rrymë as do ketë debat, por në Shqipëri s'ka rrymë, ndaj s'ka debat. Do krijohet rrymë të ndryshme në fund debati. Shoqëri ose në debate publike tamam. Ore do tri, debat publike, atë doli ai ty? Me deklaratë vjeçë, ai publikuan televizionet ata thënë kështu pse nuk dolin një nga ata intelektualët, thoshte kjo është absurditet. Ai ai imi në varr, rrotullohet në varr ai tash, mezi e kanë ndërtuar gjuhën shqipe atje, kush e di çfarë kanë bërë në atko, ai thotë do heqin fjalën e anë babën. Mos e di çfarë individësh janë ata, me çfarë familje janë arritur ata. Që mos ti paraqikojnë dhe prindit, se mund të kenë dhe prindit shumë të mirë shkretet. Edhe kush e di do kanë pasur kohë ose do kenë qenë prindër që i mbajnë kështu në guaz, që mos të lëndohen nga shoqëria, mos është i vogël, se këtë mendim ka edhe kanë ngelur ashtu ata. Ç'është ajo valla ti nuk e di e ke para apo jo tek ai faqja agroturizmit me Rizanave. Shënzie një foto këta, domethënë një nga ato kuzhinierët në punë, domethënë të kishte bërë pushime dhe ushqente fëmijën. Jep të gjithë. Të shumë. E pasha. Dagu ishte, domethënë ajo foto është jashtëzakonisht shumë foto e bukur valla. Ajo tregon, ajo që doli atje, nuk është ajo vetëm. E kupton, ajo është 95-99% i shoqërisë, e kupton? Janë gra, siç është mamaja ime, siç janë 4-500 gra vetëm në Berat që punojnë në stacion. Në fasone edhe në fabrika, domethënë, edhe prap e gjejnë kohën për të marrë me familjen. Këta individ nuk e kanë kohën me udhëtiqe të tilla. Domethënë, ta robë të tjerë që s'kan çfarë bëjnë, që për mendimin tim personal fare, pastaj jam komplet plera, që s'kan asnjë vlerë, nuk din çfarë t'japin shoqërisë dhe merren me këto pastaj, kupton? Se nuk kanë ndodhur ndonjë që të jetë jashtëzakonisht shumë i suksesshëm. Edhe thoj do heqin fjalën në bab. Sepse ai robia di shumë mirë vlerën të gjithave. Edhe në qoftë se ai ka vllajtur, edhe në qoftë se ka pasur baba player, domethënë apo kështu, qoftë se ka qenë i abuzuar në familje, ai mund të dalë ta thojë valla, stop dhunës të familje, kupton, e kanë përjetuar unë të gjithëve ju që po dhunojeni, shihni se po të mundohesh ja del. Domethënë ajo është çështje kohe, do vini 18-20 vjeç, do ikni nga shtëpia, jepi drejtim jetës tënde. Kupton, ato i ke pasur hak ato letrat kanë rënë. Po nuk del ai ditë tash i vrisni të gjithë në baballarët se kanë vuajtur unë. Po ai nuk tha ashtu. Ofrimin gjithë në baballar. Çfarë ka thënë? E vreti plako. Ora për mua ta kërkoj. Subjektivisht e vreti plako fjalën ka fjalë, domethënë që pa vajtur te individi që i viset fjala. Ka fjalë me pesë fjala nën. Sidomos në kulturën shqiptare, ku ti plasë tradit për babai, po ta marrësh me shut. Si? Ku ti plasë tradit për babain, nga kur ta marrësh nga ajo shoqëria shqiptare, domethënë në atë kuptimin moral që japin fjalës. Të fshaj njëri babain ty domethënë, ti do i thosh jo valla, baba im ka bërë ka punuar, e kupton, ka arritur, ka ndërtuar ai me jetën e tij gjithave. Një gjë të thonë njëri për mamën ty, vllai direkt së prapti, e kupton? Ka peshë jashtëzakonisht shumë. Te ne kjo është lidhja që kemi ne. Çuna me baban, po jo vetëm. Gocat e kam me baban. Mirë, po jo vetëm valla. Jo vetëm. Te ne kemi pasur është kënga etnoe
ku pika me rand për na është motra. Gjithmonë ashtu ka që kemi qenë zakonisht shumë të ndjeshëm historikisht edhe për nënat edhe për motrat. Këta modernët, ajo ishte në mënyrë vulgare që shprehova si plasë nisi, vërtet i plasë, por ishte thjesht në kuptimin moral, që domethënë si perceptohet në shoqërinë domethënë. Ajo ka lidhje edhe me konstruktin social, normalisht, e kupton se kur të cënohet dinjiteti i babait, domethënë ti nuk e ndjen ai shumë të nevojshme, domethënë sepse ti e di shumë mirë që ai e kupton, i ka çfarë ka bërë, ka arritur vetë, domethënë, e kupton? Kurse nënat tona domethënë nuk kanë pasur atë aksesin, domethënë, por ai shumë se ata ka pasur 3 fëmijë, e kupton? Ajo punë të shtëpisë, po për të gatuar, po duhet ta ajo është gjatë gjithë kohës të punës, do të mbajë të gjitha ato gjërat on point, kur i thon, domethënë sa mbeta me budalliqe tash. Kurse babai jot, domethënë një argument që mund të dalë domethënë tavolini ja mbyll gojën ai, se ai ka aksesin, e kupton? Kjo është çështje tjetër pastaj, kjo kalon pastaj te humanizmi, ajo barazia e mundësive, por kjo është komplet temë tjetër, nuk flas sikur ta kenë si të hapin pragun për të krijuar familjet e tyre. Ata mendojnë po që akoma baba, mama ne nuk na krijon asnjë mundësi ato të krijojnë familje. Baba, valla. Çfarë ti bësh? Me këtë janë. E kujt është fëmia valla? Ata s'do të bërsojnë. Ata mendojnë, me mendimin im, ata mendojnë se po nuk krijua kjo mundësi atyre për një për dy, nuk kanë të drejta, nuk krijohet një familje ta mëmës kanë drejtë të bërsojnë. Ti po mendon se çfarë argumenti mund të përdorin ata? Ata, por normalisht ti që janë kundër. E pra, se se fut kota ti. Nuk ka, valla, shikojnë çik. Ne kemi diskutuar disa herë këtë muhabetin, domethënë, për punën e birësimit edhe unë të kam thënë domethënë që unë nëse do i kem mundësi të thon, financiar unë do birësoj. Si më duket një gjë shumë umane, domethënë nuk kam njohur individ që kanë qenë birësuar, kam njohur edhe familje, domethënë që nuk kanë pasur mundësinë të bëjnë fëmijë. Për shkak biologjike, e kupton? Edhe është gjë nga dy anë, domethënë është shumë e mirë që ta vlerësosh jetën. Kupton? Si ti ofrosh një individi rritje, domethënë semi normale se do vi ajo pika apo i dhe që ai do t'ia thosh, kupton që i birësuar, e kupton edhe x po para çarmosha, mund ta marrësh 12 vjeç birësuar te 3 ditë. Në rregull, mund ta marrësh edhe të vogël edhe kur të vej 20 vjeç, 25 vjeç, do kesh çaj, të kesh babi, muhabet në kafe, bam bum do ja thosh, e kupton. Siç është edhe për individ që nuk bëjnë dot fëmijë, e kupton. Nuk se është është black market, për thënë. Fatkeqësisht, fatkeqësisht. S'kam se them fatkeqësisht fare, por që statistikisht domethënë ata që nuk bëjnë fëmijë nuk është se birësojnë shumë. Më shumë, statistikisht birësojnë ata që kanë pasur fëmijë, domethënë, që i kanë humbur dhe që nuk kanë bërë dot tjetër, ose ata që kanë pasur fëmijë, domethënë, edhe e kanë birësuar, e kanë marrë një kushërire, e kupton që ka qenë andej që i ka ndodhur një fatkeqësi, e kupton? Ose ka kaluar mosha, pasi to janë parë, duan të mos e bën dot. Kishte për shembull tregon babi mua, domethënë që Smerë Shqipëria për basë të ose, ne përsime kemi shumë tullët, nërmash në Europë e në Amerikë. Po jo, se nuk i dim në këto. Prandaj nuk jemi për basë, për një ti. Babi thoshte që ati ku ka jetuar për para halla e babit, ndonë dhe në Gramshën, në një vend kështu. Ata tregoni që ishe në të gjithë, sidomos në jugun e Shqipërisë, domethënë ka qenë jo tradit, po gjë që zbatoi me shumë kohë, që në qoftë se një familje nuk e kishte mundësinë ekonomike, domethënë fëmijën e bënte dhe ja jepte një të fisit. Që e kishte mundësi. Në qoftë se nuk bënin dot fëmijë, nga fisi ja bënin fëmijën dhe ja jepnin rritin. Nuk e keti këtë, nuk e merrti si. Jo, po nuk e ku e diti, unë se di atë. E di atë daja ime është. Ore po unë se di. Unë e di. Po mua ishte gjë e re kur e mora vesh për shembull. Edhe më duk shumë bomba fare domethënë. Nuk është se nuk e di kush i prindërit. Nëse të prindërit nda ku ti një muaj, rritë 10 muaj tek gjyshja e vet për shembull. Se di kush e mban. Jo, po them që në qenë djep apo. Që në djep, po u sqarova vetë që në fillim nuk ashtu prit 18 vjeç. Jo, ka pasur asaj raste, po them ka pasur raste që kon ja dhënë dhe s'e shmarr vesh asnjëherë, kupton, thjesht e dini. Ishte vizita pa edhe që jepësh nënën, po prapë edhe që po largohesh orën e parë prapë dekata ndihmërin. Është vështirë ti thosh fëmijën e patë në. Mirë, shiko, ata që bëjnë fëmijë të hajrit domethënë, me sa mund të dim ne për fëmijë të hajrit domethënë, po që ata që bëjnë fëmijë të hajrit ka pasur emisione që kemi parë në Top Channel për klandën në përgjera, kupton që edhe mbasi e kanë gjetur familjen ose nënën biologjike gjithmonë me prindit kanë dhënë, ata që i kanë rritur, kupton, që gjithkohë si kanë quajtur edhe nënë baba ju për mua jeni të kështu normalisht të bëri. Se ai që është i ndërtuar deri në një farë pikë ja di vlerën. Sidomos në qoftë se ata që janë birësuar bëhen prindër vetë, domethënë, e kur e kalojnë atë pjesën që sa e vështirë është, domethënë, se çfarë përkushtimi do, atëherë ja din atyre.
Është vështirë të këto mbërësime që flet tani nuk janë mbërësime në sistem, të s'kalojnë fare sikundas në sistemi. Unë po thosha të marr nga shtëpia e fëmijës për shembull, për të kishte fjalë. Shikon, në shtëpia e fëmijës, e di pse është vështirë në Shqipëri. Se në këtë këtu ti fëmia e ka prindër, domethënë një fëmijë që s'ka fare shanse të jetë në një familje normale. Por ato që janë çifte gejsh nuk do marrin ato, por haroj, do marrin beb direkt. Pse? Po jo, por se s'kam, po se statistikisht nuk e marrin asnjëherë të rritur, se marrin gjithmonë beba, edhe i lisin vet. Ke të fëmijës beba, plot sa dush. Beba, po beba tjetër gjë edhe të jetë 4 vjeç, është tjetër gjë. 4 vjeç. Po jo, po jo si ka kaluar. Çdo të 4 vjeç, Shiko, po ka kaluar 6 vite laku në familje, në shtëpi fëmijës, sidomos në Shqipëri, ai është damaged, e kupton? Si fëmijë. Sidomos me ato kerma shtëpi fëmijësh që kemi në Shqipëri, e kupton? Me gjithë ato skandale që kanë dalë atëherë i pa ardhurën e këtej që mani edhe gjatë kohës ato fillimet kur ishim me këtej që dinin për lajme abuzime, gjitha e raje edhe kështu. Ata janë fëmijë të dëmtuar apo lidhet aty. Lajme për ta mundësia e parë për ti që do pyesin kema kërsesh mamën se babin. Po s'do e merri etj. Pse? Po nuk do e merri por ta them unë që nuk do e merri, se nuk është jashtëzakonisht, duhet të kesh jashtëzakonisht shumë kohë të merresh me atë. Ne po flasim për mitet tanë, po flasim për një familje normale. Po familje normale, deri në 6 vjeç. Po familje normale, ku janë të dy prindrit në punë, njëri deri në 4, tjetri deri në 6-7 mbasdite, vëllai, çfarë do ketë kohë të merret me atë? E vetmi ndryshim që do ketë ai fëmijë ishte nga do rinte me 10 fëmijë të tjerë, do ri vetëm me një shtëpi më të mirë, me që njerëz i gatuar. Gjysmë kushërin do ketë gjyshe, do ketë shropse. Edhe sa të informuar, sa të shkolluar i kemi fëmijët ne që të pranojnë ata që janë gjysmë fëmijë. Do zihet, pastaj ti e di që janë fëmijë, ato zihen do i thonë ikë s'kam mirë. Ti ke mundsi, jo 6 vjeç, po 12, 15, atë 16 tashmë lart. Nuk po diskutoj dhënien e mundësisë. Nuk po them sa si është fjala. Integrohet. Grimi është plan. Është i vështirë shumë sidomos në adoleshencë për këtë. Ti e di shumë që janë fëmijët në adoleshencë do të thonë gjën kështu gjën më naziste të mundshme do ja thonë për momentin. 6 vjeç çfarë do të hormoni. Do të vishta fillon më betare. Pse di edhe. Aty është më formuar kritike domethënë, si për 6 vjeç është kështu. Se di është. Ti çfarë ti pastaj ata s'pasan zgjidhur, ai thonë ashtu dyrim. Është vështirë të thuash ti, prandaj më mirë është se kanë, unë s'po ja them fajin atyre. Ata s'kan faj, jo. Jo, unë po them është faj sistemi të shtëpisë fëmijës, e kupton, për dot. Për në çfarë vend të botës ka problematike këto. Edhe në çdo vend të botës ata që janë më në moshë është jashtëzakonisht shumë e vështirë të birson. Statistike edhe nuk është gjë e paditur. Okej, çfarë moshë është shkruaj statistikat, po të paktën 6 vjeç më nëse i ka kollaj deri në 6 vjeç. Kur fëmia fillon artikulimin e pavarur, që është 5, 6, 7 vjeç, domethënë atëherë është jashtëzakonisht shumë e vështirë ta integrosh në familje. Sidomos kur ka jetuar në shtëpi në familje, në shtëpi fëmijë. Se për shembull e marr një rast absurd, shumë një rast që nuk e di unë sa njëherë sa ndodh. Nëse për shembull ai është fëmijë 5-6 vjeç, i ndodhi një fatkeqësi domethënë një aksident, diqen të dy prindrit domethënë, i del garant në familje do e marr unë domethënë. Ai është e ka më të thjeshtë për të integruar, e kupton, se ai nga familje të kaloj atë dhimbjen ato 2-3 vite, domethënë po do japi ai shumë si familja, dhe ai është aq i vogël, është akoma aq brun sa ta përpunoj. Po nëse nuk i del direkt një garant në familja aty, ai shpenzon 2 deri në 4 vite të një shtëpi fëmijë, domethënë vetëm me fëmijë të tjerë. Edhe me ata robë që i risin, e kupton që sa kokaj të merret me 15 deri në 100 fëmijë që janë atje. E kupton, është mangësia, do ndjekur hap pas hapi. Me shtem shumë që kjo punë. Është vështirë është pa mundur, pro. Nëse kisha problem se një çift gejsh, të merrta fëmijë, bile ta diet për ne, më mirë të shënjë fëmijë, të rritet me ata se sa shtëpi fëmijësh. Por zotëri, po kjo në fakti që ka nën edhe ka bab si fjalë, nuk i parandalon ata të birësojnë, mos e fut kot tash. Jo, shikoj më nuk lejohet atë person. Ore nuk e di unë tash si është Shqipëria. Ai po thotë po mirë ti bëj kërkesën, dua të birësoj atë, jep të drejtën birësoj atë, nuk e di unë. Është fakt apo jo kjo? Qëse asaj, po gjithsesi. Ne skemi Jan Jamie, skemi asë ne, se çuna kanë një ne atje si Jamie kështu. Po principisht, gjithmonë, në princip valla, nuk ka sens domethënë të ishte fjalën ti sepse nuk më jepet më mundësia. Bëj çfarë duash atë. Ore, para fare thelbi mua vetani të rim stand të flasin drejt. Ta që janë të vetë quajtur ndryshe, se njëri shumë rrallë njerëz i quajnë ndryshe sot e kësaj dite. Sa mos mosha jonë, po flas për ata që janë të vjetër mentalitet. Qofse do të trajtohesh si normale, para fësillu si normale. Po mos e banalizo ashtu muhabetin, më ti ke plot që rrihen. Ke plot që rrihen kocë ndryshe, ke plot, mos e banalizo kocë. Po mirë,
Si janë ndryshe, gjithë janë ndryshe. Ure, që vishe ndryshe. Ndryshe jam unë dhe ti, por ne të vishemi brenda një norme tonë. Të vishe ti me fund, dhe asë e paragjykime. Nuk thoshe njëri, okay, kjo është normale. Edhe këtu në Berlin, një imagjinon në Tiranë, në Berat edhe në Durrës. Normalisht, për se kam ati unë, nuk kam pisa të mënyra se si reagon robi vet, e kupton? Në qoftë se ti je shikon që ti nuk ti jep ai shanse, domethënë që ti je njësoj se të tjerë, ti duhet të sillesh njësoj se të tjerë, se nuk më duket pak e egzageruar kesa, domethënë që më duket ndonjëherë kështu si kërkim vëmendje, e kupton? Se ta bëj atë krahasimin që bëra. Si thua ti, s'do ketë asnjë gay. E po të ndihesh gay, the varikare, Jo, si të tjerë këtu. Jo, ti tani po thoj që nuk që gejs është normale, atë se thash, unë thash sillu si njeri normale, valla, pavarësisht ç'a besimi fetar, ç'a drejtimi seksual ke. E kupton? Ç'është njeri normal për të? Njeri normal është një njeri mashkull, për shembull. Punët e veta që nuk i ndana la preferencat e tij as seksuale, as të tjera, domethënë me individin tjetër dhe nuk ja imponon asnjë njeriu. Shikoj në Ky është një normal. Një gay apo dëgjon transgender të vishet si them mashkull, duket në pamje mashkull, vishet në fund. Të kaloj tani kjo të kaloj kjo ose kjo në Tiranë. Mendon se do ketë reagime? Po nuk po të flisja për të. Po thosh atë po nuk është normale, është normale për të kjo veshje ashtu. Jo, nuk po them për atë unë. Ajo për atë normale është valla. Ai ashtu është ty, se ti po thotë si për mua. Po kush më ç'më intereson mua valla si veshet ai edhe. Sa po the, do sillesh në mënyrë normale. Tani sjellja valla, nuk po them veshja unë, si ja fut kot tash ti. Sjellja valla, i çaj imponon shoqërisë. Unë nuk kam asnjë interes për shimin e robën valla, kupton? Ideja është, kjo është më shumë valla edhe për nuk është edhe për masën, është edhe për personazhe, domethënë që kanë një farë influencë, janë personazhe publik, domethënë sidomos për ata që kanë përjetuar diskriminim, domethënë duhet të maten mirë. Domethënë kur dalin domethënë që të mbrojnë të drejta. Se të drejtat nuk janë mbron domethënë me mesazhe banale, të drejtat janë mbron duke u marrë me grupin njëri. Por është një se ai paralelizmi i Partisë Demokratike, kupton? Rregullohesh një brenda vetes, arrin një shëndetshmëri, arrin një kënaqësi me veten tënde, domethënë, i bën grupin ose atij minoriteti apo si quhet kjo, një klasë shoqërore që i bën ata të sigurt brenda vetes. Pastaj robi që është i sigurt edhe kur nuk i plas shumë trapi se çfarë mendon tjetri. Ja, po qytet e tij që nuk i prish përshëria. I prish, jo, po se thash atë. Unë thash, unë do them ta. Ti valla, si normalisht, do të vish me fund. Vish valla me fund. Me çfarë duhet, e kupton? Po thjesht, e kupton, është pjesa e imponimit valla, kupton, nuk mund dalësh, e kupton, për këto të thosh jeni maskilista, e kupton, jeni kështu sepse gjitha edhe kjo Pride, e kupton që janë krenar për çfarë krenar, çka ke bë? Si dhe ashtu, po di jam, unë nështë jam pro. E të krenarti që je normal? Po unë po që je hetero? Se normal. A je krenarti për atë? Jo, po da rrugë nuk është të Ore je krenar për atë? Ja, më nështë krenar. Je krenar një hetero? Se krenar? Për qa? Po pëse nuk do ndjem... Ore qa ka për të je krenar? Kundër të krenarë që është? Kundër të krenarës? Ku di gjonë që është krenaris? Pa mirë, do ndjesha unë keq. Unë nuk ndjem keq, ndjem rre, ndjem krenar, ku ti jam. Ata ka fjalë ndjem krenar sepse kur unë nuk shikojnë çika valla se e di pse thon ndjem krenar ata, se kanë prapë më, sepse kur ikën çdo ditë normale ata sulmohen. Pra atë. Për mos ta bëjnë që nuk i ngacmon njëri, nga se shkëmbën punë. Ore zotri, ti, nëse sulmohesh vetë për ditë. Po bëu tani avokati aty. Jo, më shumë mirë, se jep sens muhabetit ashtu. Është gjë shumë e mirë, atë ruash çik balancin, po. Ti e di ku je krenar? Ku ka një produkt, pra. A kupton? Kur ka produkt valla. Qofse për shembull del një nga këta, kush është gay këtu në Shqipëri tani se si di mas me emra. I krenarti që shqiptar? Jam. Çfarë ke bërë? Ja, be krenar. Çfarë produkti ke nxjerr? Ja, unë po bëj një podcast. Po çfarë jeta gjashtë? Jo, s'është ndaj gjë valla. S'ke bërë që s'është ndaj gjë valla, se unë po mundohem valla me atë kapacitetin tim, aq ignorancë. Okej, para një muaje, ti s'kishe podcast ose 2 muaj. Ishe krenar që shqiptar? Isha në ashtu. Po çfarë kishe bërë? Sepse unë jam menduar ta prezantoj shtetin mirë, se mos u qemi ne sa më mirë të mund. Ja, ta mundohen të ku dëgjoj. Ata prezantojnë llojin e tyre. Llojin e tyre. Specimen. Unë duke mbrojtur nuk e se. Ore jo, po mirë mi tani, se marrin sensi më bëj, fillon të kapin tani të nxjerrin timin nga kashta tjetër gjë, apo se po shikojnë që se më duket se nuk po ta parashtroj dot unë se ku e kam. Unë pjesën që jam krenar, që jam shqiptarë, plako, fillon nga pikpamja e parë, do me thënë që ne
mundohemi, së mos e paktën unë këtu domethënë mundohemi ta paraqes vendin tim në mënyrë sa të mirë të mundshme. E kupton? Po. E di shumë mirë në çfarë industrie punoj unë. Do të thonë di shumë mirë që është industria ende. Ti më di shumë mirë se çfarë gjitha ato. Kam pasur ata të gjitha paragjykime, të gjitha se si janë shqiptarët çka kanë bërë. Që pastaj ti e mban më të kur ishim në Alhöhenhausen, ta jeni mafia tha. E kupton tash? Ne duhet jemi krenar për faktin që ne s'ja shkruajmë rrota sa direkt i fuzim grushtin, e kupton? Po i thamë që jo, ke gabim, ne jemi studenta, kemi ardhur kështu. Ne treguam normal në një diskurs. Domethënë që ti atë tregojnë Robit, unë nuk i thash atë di raciste. Kur më tha ajo, e kupton? Si të shëtë po më shmiqëranas. Po jo vetëm më plak, por mund t'ja kishte thënë apo ide, mund t'ja kishte thënë apo ide. Mund t'ja kishte thënë por ta kishte mundsinë. Po të doje ti, domethënë ti të kapish dhëm për dhëm, do i thosh raciste, do kishe marrë atë vallë, do i kish bërë kërkesë Eurazia, na thon racist, domethënë dua lekët me afsh, më gjej shtëpi tjetër brenda 2 javë. Mund ta kishe bërë dhe ashtu, po nuk fiton asnjëri ashtu. Edhe kjo është njëta gjë. Nuk fikson asnjëri ti thotë jeni shoqëri patriarkale, ju duheni vrar, duhen shpore nënën, shpore babain, shpore maskilizmin. Bëhet pa u gjeshet për të soplame. Tjetër gjë çfarë është ajo valla? Nuk po them si sillesh ti. Mënyra se si sillesh ti është ajo që duhet të jesh ti krenar për veten tënde, produktin që sjell ti. Te produkt. Për sjellje. Ata krenar. Po çfarë sjellin? Çfarë po sjellin? Që po shajnë rob që janë straight, që janë heterogjen, ai është produkt. Krenar që po bëjnë të sa them, normale të qenë ndryshe, të qenë edhe llojin e tyre, të qenë kështu transgender. Ta kanë. Janë krenar të ti movement që po bëjnë. Po kujt po i drejtohen Allah, që nuk është ajo, nuk funksionon ajo. Shoqërisë tjerë që paraqykojnë kujt të modë po jo, pa i ti keni një gabim të thellë. Ti mendon se ai që paraqykon do i shikoj atë. Më falë, me rob shpies po më të vajtë në herë. Po të zaptojnë rrugën, nuk e shikon, s'mbyll syt kur kalon. Ore, po çfarë thotë, ndryshoj mendin ai aty? Ë? Ai thon bëj ke plerse në azurë sheshin apo të barkun, ai që ka atë mendje. Po do shikojnë një herë, dy herë, tre herë do thojë, okay, këta janë për sa nuk lëvizin. Ndryshimi arrin vetëm me platformën, kupton? Po do të arrish ndryshim. Del ti, pra atë, krijon platformën për tyre, i thotë që gjithë që jeni fëmijë tash domethënë për gjithë ato gjëra nuk ke nevojë të ndihesh keq, nuk ke nevojë ta ndash me asnjëri sepse seksualiteti jote është personal valla. Është personal, po është personal më plak. Pa mini protesta këto. Edhe shikoj se është paralelizëm shumë i thellë. Edhe kjo është gjithmonë zgjedhje ti mund ta bësh këtë diskurs, të argument mund ta hapësh me persona që pranojnë të diskutojnë për këtë gjë për ty. Ku bëjmë muhabet me ty për politikë? Ne kemi agreement që tani do bëjmë muhabet për politikë. Kupton? Fillojmë muhabet për politikë dhe ne futemi. Unë tash nuk të vi ty të vllatë shtëpia e pankartë të them, kupton, ik basa. Se ta ajo është idiotësi valla. Ti do të hash bukë, kupton, ti do të bësh atë unë të vi tani të zë derën. Nuk vete një musliman në kish toni jo Allahu është Zoti, ju e keni gabim. Ato vini në hiç këceme, se kupton, në një misi. Nuk ndodh me tash. E duhet të ketë pranim valla, është debati plako. Po ta bëjmë bashkëbisedim ata. Ja, ka po ta bëjmë debat në Amerikë. Ata të kishin pritur ashtu do ishin akoma slevere, ose do ishin edhe pa të drejta. Filluan bën paradat, bën protestat që u njohën disa drejta ose të gjitha ato nisën tani. Se do ishin akoma pa ikur në shkolla, do kishin shkolla vetëm për afroamerikanët dhe për të bardhët, do kishin autobusa vendit e fundit për të bardhët, para për të bardhët, edhe para për të zinjt. Po mos ishin protestat, nuk do ishin bërë ato. Se dolën ata, kjo është çështje për diskutuar, mos e fshini më mbrapa. Ti mund vish tek imja të shpejme të thosh që do diskutuar kjo. Mos rrimë mbyllur në shtëpi, do diskutuar. Mirë, këtu e ke të saktë këtë argumentin, po unë nuk e hezi do të 100% me këtë mendje sepse ndryshe situatë ishte ajo, ndryshe tani. Tani ti po të duash, po të jesh aq pill seme, domethënë. Ose kar seme se duhet të jemi edhe kështu tash, ti jemi ti përdorim të dyja, ti jemi korrekt politikisht, e kupton? Po mbron prindin 2. Po mbron prindin 2, 3, 4, ku dëgjon sa më edhe. Po tani ai ke mënyra të më thënë, të arrish në mënyrë më shoqërore. Ore, apo thua ti, a theti që ti bën normale, domethënë që edhe ne jemi si ju. E kupton? Ti e ke, nëse ti je i bindur thellë që ti po mbron një çështje të denjë, sillu i denjë. Çfarë do të thotë sillesh i denjë? Diskursi publik të jetë i pastër, të jetë gjithë përfshirës, të jetë bashkëbisedim, edhe debat pa thirrje emrash, e kupton?
jam dakord. Pa i thirrur robit maskilist, pa i thirrur robit feminist, pa i thirrur humanist, pa i folur shoviniste, fashiste, se këta i kanë kështu, nuk e di, ta i kanë dëgjuar kështu për to që dalin në YouTube, domethënë. Duhet të filluar në Shqipëri të bësh një kurs kështu çdo 5 minuta, domethënë që çfarë do të thënë fashizmi vërtet. Po portarët e diskursit do të treguar që jemi është një numër. Se po ditë vetëm për një person në Hungri as opinioni publik as po më të as interesi. Je i shtypur ti. Kem të paktën nuk dëgjoj 100, 200, 300. Sa dolën aty në shesh? Veri një numër ti? Do të japë ta parashikoj. Si kam ditur. Dolën 100 veta për shemb. Dolën. 100 veta alla kërkoi që një misioni, dua të bëjmë një mision. Ftoni ju lutem 10 intelektual. Kupton? Ose bëjini ftesa 10 edhe 4 të vinë, e ne duam të bëjmë diskurs me ata që publiku në orën 9 mbasi ka ngrënë bukun ta dëgjojnë ata, domethënë, edhe ai vetë domethënë mbasi se toleron, po do ja toleroj fëmijës ti që ta shikoj me fete për 5 vite mos vuajnë më shumë. E kupton? Tani, kush ka bërë? Sa po ne? Asnjëri se ka bërë, se nëse e ka bërë dhe e kanë refuzuar ata alla, shumë të dalë atë në rrugë. I ka shtrëngë njëri dorën tyre? Ti bërë screenshot aty mesazhit në WhatsApp që e ke dërguar aty domethënë. E thosh, unë i kam dërguar, kam bërë kërkesën për emision te filani më ka hedhur poshtë, domethënë. Edhe kjo mua më cënohet, nuk më jepet audienca e dur për të dhënë mesazhin në mënyrë qytetare. Atëherë ke të drejtë bësh aty del qenë, deri flakun. Ai flakun. Jo, dako kur ty nuk të jep njëri asnjë lloj shansi tjetër, nuk e di zgjidhje. Të gjitha private. Ti jep si Po flakën zvendon ata shumica mund të fillojnë të këndojnë në kërcënjë, nuk janë aq magëti. Jo, edhe po mos e japin drejtën nga private. Çfarë ti bësh? Vetëm të veshoj asaj. Jo, po më shiko televizionet, dako televizionet që janë televizionet primare, domethënë kanë interes, domethënë të japin çështje. Por një interes kanë vetëm ata, shikueshmërinë, asaj. Po, po, e kupton. Kurse ti më krijohet një, se ata kanë edhe të lidhur në kontratë edhe klanin Top Channel, domethënë kanë një kështu, një stad domethënë që duhet të për hapin atë realitetin domethënë, e kupton. Dhe kur kvehet një punë realitetit këto domethënë, pasivisht do e marrin ata, kupton. Se rritet presioni shoqëror, rritet interesi për atë dhe do e marrin, kupton. Po kjo është njëta me çdo gjë në Shqipëri, nuk është vetëm ata, tonë është njëta edhe me ato që quhen feministë, kupton. Ajo Zhaku tash, jo Zhaku. Zhak Shirak, ka më shenim Zhak. Si harova. Ajo që ka atë lasi që tallin trapin çunat me meme kështu me gjëra. E ishin ftuar këto tek Armiku i Popullit, emisioni Televizion Plus. Do ta shikosh atë. Është një ato çunat që bën podcastin dhe një me mbiemër Roshi, nuk e di çka ka atë Kadri Roshi. Kadri Roshi? Po, nuk e di çka kam, duket se është i gjakut i Kadri Roshi. Është shumë emision i lezetshëm. Edhe ata e kanë ftuar njëra atë domethënë, dhe ajo në fillim shumë ka qenë psikopate nga ato feministe domethënë. Tani e ka parë që ka hyrë ky drejtimi woke domethënë edhe ultrafeminizëm në Shqipëri. Domethënë ajo po thonë që ose po merret keq tash ne duam barazi dhe feminizëm. Është më shumë kështu për barazi dhe jo për që femrat janë superiore gjithashtu, se feminizmi është që femrat janë superiore. Se maskilizmi është meshkujt janë superior, feminizmi është që femrat janë superiore. Humanizmi është ai që ka të drejtat barazinë në këtë mundësive. Barazia e mundësive është humanizëm. Nuk është as feminizëm as maskilizëm. Se është kjo disa banane që është ato. Maskilizmi është fjalë e keqe, feminizmi është fjalë e mirë. What? Po, është ndror kjo në këtë gjë. 2000 vjet histori. Prandaj ka marrë konjunktura negative. Po, çfarë do të thotë ai? Ka vuajtur femrat 2000 vjet dhe tani do t'i vrasim gjithë meshkujt që të bëhemi barazim, atë kanë kaluar. Jo, përdash e Billboard. Prandaj thotë bukur. Kur që bënim në gjymëtirë një ishte rregull tani. Dhe për Valenciaga. Norm McDonald's ka një when we were hunting animals, women were sitting on their fat ass and eating chocolate. Ai është kryeve për Norm McDonald, Billboard, dako, marsin nga ditë tona. Ata janë, nuk e di, kur të vdesin ata do mbaj zi, ose duhet mbaj zi dunjaja nga 4-5 ditë. Mua bëti se çuna më flasin për to gjëra këtu në fillim. Më shumë jam me për tani byze e kupton edhe vetëm muhabeti kur bëhet, domethënë është kur del ndonjëherë si punë këtyre që dalin kruat mos na çan trapin çfarë fusin to. As pastaj ne kemi edhe një nivel jashtëzakonisht dobët edhe në media plako. Kam parë 1-2 emisione domethënë që edhe mi kanë treguar, 1-2 kanë parë vetë, shumë kanë qelluar nga kliket.
bëjnë këta debatin, domethënë, me zinive dhe ftojnë domethënë meshkuj shumë të trash, edhe femra akoma më të trasha. Dhe thash, kuptoj. një kështu kanë. Ftojnë meshkuj që thonë që femra do të lajnë nenën të gatuajnë gjithë ditën. Ftojnë edhe femra që thonë që unë zgjedh të dal me shoqen për kafe dhe kjo zgjidhja ime është punë. Thonë çan niveli bisedimi ka është absurditet apo jo? Këto të reqin me mend në publikut, thash, në shushmëri ka. Qëllimi e tyre nuk është kurse ata që duhet të bëjnë ndryshimin këtu do të luftojnë këtë. Po u morën ata pasaj me të parë. Kështu? Normalisht s'ka për ndryshuar ndonjë. Nuk vjet nuk vjen ajo, kupton? Po. Nuk vjen. Ta mbyllim ta zgjedhën të bëjmë diçka më rëndësishme. Të zgjedhjet e PD-s. PD e kanë çani. Jo, se pas. Ishin të ftuar të tre ata. Atë me sa pas diun ajo editar që është komplet e dal nga loja, kështu domethënë. Ta të tre burrat janë tash, si jemi gati akoma në plagë të marri një femër, po jo vetëm se fëmijë, ne kemi shoqëria ka shumë pak faj për këtë. Nuk kemi femër në atë nivel. Unë që kam dëgjuar ai ishte me planin 90-s, më atë se po fatkeqësisht ne nuk kemi asnjë femër në atë nivel. E kupton? Në atë nivel luftarak. Unë të thash ta kam thënë para, po dishe Bregu për PD-n do e kishe marrë ajo. Do kishe shumë. Po Bregu s'është në lojë. As Josefina Topali s'është në lojë, e kupton? Ato direkt unë do të kisha votuar. Po me mirë se thash gabimin. Nuk kemi femra që janë në lojën politike tani që të kenë atë potencial. Pastaj shumë mund të ketë ato, ku dëgjoj, dali një abilisti e shpiceme, ku dëgjoj më. S'kemi gjë me ta abilisti, ai më erdhi në goj bilisti tash, se është fjalë e bukur. Bilist. Unë gjë ishin dhe opinioni, dhe të njëjtën kohë është Sali Berisha të një televizion tjetër, shushmëri. Të djathtë të një grupin. Tani janë ndarë ata, për mos e pasur shumë shushmëri këta, gjysë të morën Sali me kramata. Po betkin. Kush i mori? Ishte te opinioni, ishte ky Agroni, pas Agronit ishte ta të gjithë me radhë. Dhe në një televizion tjetër nuk të syri që Sali Berisha. Në të njëjtën orar. Edhe pse tha Blendi atje që se edhe Blendi është kokra legjeni kur vjen për natë. Kemi ftuar të katër kandidatët për kryetar, domethënë, Lulzim Basha s'është përgjigjur, edhe Lame Aq. Pse s'e diskutoi ai në çika, pse s'është përgjigjur Lulzim Basha? Çfarë thash? Pse nuk mori mirë edhe debat ai kokë për kokë me ata s'do. Po pse nuk heri në intervistë pak? Do kishte bërë ata gjithë skanuar. Ata sa vetë do shikonin ata kur kishte Saliu në televizion tjetër. Mirë gjithsesi. Në rregull, pa mirë se ata jo vetëm kush po kishte Saliu në vend tjetër, po mos harro se prap do e shikojnë më shumë Blendin se sa atë Timpjekën. Nga grupi flasim jo opinion të gjera, ata që do votonin PD-s. Po amana po çfarë do thoj Saliu që si ka thënë po çfarë thotë Saliu nis nga epoka e lashme historitë e tij. Po Saliu i ka një dy fjalë ka urdhë? Jo, prit një minutë. Jo, prit një minutë. Jo, prit një minutë. Po. Ka shikuar. Jo, prit një minutë. Kështu Saliu është kështu plako. Cognitive decline, thonë se ta boksierat e ka humbur atë. Ishim në PD për Facebook-ën. Po për Facebook kush e di kush ja poston ai, ke parë kurrë ta blet ndaj do një orë ta hapi e ka. Çfarë po thua ti? Po them që kjo nuk ishte drejt, çfarë bën? Po ka marrë pozicionin Saliu. Do të them, mund të kandidoj prapë për këtë parti. Normal, ai ka vajtur bëtha ngar tash, i duhet mbrojtja e jashtëzakonshme tash nga drejtësia e tij. Se e mirë mbrojtja. Të paktën opinionin që nuk e di çfarë do bëj ai Daku, por çfarë lloj gjëje që do bëj ai është e keqe për ne. Ai nuk do të bëj asnjë gjë. Ai nderin që mund të bëjnë tani, domethënë se ai për të qenë që thoi që të lë mandatin e të hapni procesin timi nuk e bën asnjëherë. Po të paktën shut the fuck up. Nuk ka kështu në Shqipëri imunitet për korrupsion, mund të jetohet edhe pas që deputet, s'prish punë. Të largohet nga grupimi i Partisë Demokratike. Atë mund të bëhet, Po nuk e të bojnë ata, nuk e bën ajo nëse kemi kanë thënë deri ai podcasti të dytë ai është krye krimi ai, nuk del krimi vet nga molla. Krimin do ta nxjerrësh. Nuk ka mbrojtje për të deputetë ai s'pa. Për korrupsion. Po ka mbrojtje për 21 janari, për kryetësin, për dalliqe të tjera. Po për 21 janari është momenti i korrupsionit për punën e videokasetës më vonë. Ai nuk është se dënohet të deputetët për çfarë ndodhi për atë më vonë. E kupton tani ti sa keq e kanë nxjerrë veten ajo kur tha për atë, jo, kishin ata fajin të IT-s. Ajo departamenti i IT-s aty domethënë që umi kaseta thanë nuk ka lidhje me mua fare, unë të di fare kush është.
Çfarë komunisti ka qenë? Ti se di kush është ai kryetari i departamentit të IT. Ti pas ke qenë ku thret Xhameti po. Për atë punë është ai i stafit. Tani më duken çik bastarde mua mos a di kryeministri tani kush merret me sigurinë e godinës së kryeministrisë. Ti mendon se Biden di kush merret me sigurinë atje? Ata ka një kështu të stafit që merren aty. Mirë, kraso Biden, ti që ka 360 milion njerëz, domethënë edhe super sipërfaqe me Shqipërinë, me atë katun që jemi. Stafin e kanë ata. Po, ai sa e ka Biden, mirë e ke, se fut kot. Po departament ndryshëm. Ore nuk është futur në punë ai se nuk jeni njeriu, kur një njeri ka dalë garant për atë tipin që ka marrë atë, e kupton? Kështu që edhe ky po ti donte bytha, aty që ka dalë garant për të futur atë në punë, atë do pyeste ai. Ai pyeti ka thënë lere vlla, e kupton, ky ka thënë iki psi anë ta mora shpirtin, ky tha. Vudi në punë, hiqet tash, më ka hamun. Nuk ka transparencë për asnjë gjë apo këta nuk e kanë as shpirtin e sakrificës asnjë gjë. Nuk ka arsye pse të vazhdojnë politikë, domethënë nëse ai vërtet mendon që është i drejtë, domethënë nuk ka arsye pse duhet të rinë politikë. Vetëm për imazh, kupton? Nëse ai është vërtet ai që amerikan sa thotë, domethënë del 2 vjet nga politika, i sjaron, edhe kandidon prapë asaj për deputet, kupton? E thotë që unë e zgjidha këtë problem. Ky ishte kur do trapë ai ka ndonjë për deputet. Edhe 4 vjet të tjera. Edhe 90 vjeçë. Ai, po ti isha ashtu që ishte tash vëllai direkt tash jepet drejtën edhe kur zgjedhet bashkiake kanë ndonjë kryetar bashkie për Tropoj. Me që thotash që ka bere. Ta bëj. Banot. O ka ai më shumë eksperiencë ka asnjë, ta marrë ai një bashki. Ti se me një bashki. Po ti di se ndaj fondet. Ja pirama fondet aty për të Tropoj. Republika ai, ai e ka audiencën e gjerë, ai u dia publikon direkt atje, urdhë, s'ka dhënë lekë. Se nuk ka ndodhur në Shqipëri për tramvajin, Ka ndodhur, Por në Tiranë nuk ka dha fondet. Po me atë mobilit tramvajit, edhe unë s'do e bja fondet edhe një politikë se ku tramvaji në Tiranë. Tani më prek mua pra tash në degën time tash, tramvaji në Tiranë është kancerogjen, pla. Mi ke autobuset, janë shumë të pastë. Trene vlla, nuk ka kthej nga duash ti. Por tramvaji po ata me Shtrasëmbarin. Po pra. S'bëga punë. Trami është. Si nuk s'bën punë valla sepse është trafik rrugor në rrugë. Ty duhet një gjë që ta heqë trafikun nga rruga. Do të thonë prish punë tramvaj. Ti shikoj që janë këtu për sa prish punë tramvaj, gjithë anë. Kurstin vetë këtu. Ishte çfarë punë? Por është në mes valla, është puna tek nyjet. Kupton? Në Sudi për çfarë bën atë ligjin atëre që thanë që provuan 6 muaj. Që sa afroi trami në kryqëzim, bëheshin gjithë atë kuqe e kalon te trami, domethënë. Kaos total. 6 muaj zgjat kthyen prap me kohë. Nuk funksionon valla. Vetëm shpëtim për trafikun është edhe mbetet treni. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Marrim Elon Musk ose atë shpo Tirana nga poshtë. Po s'ka nevojë Tirana për Elon Musk. Tirana është po ashtu është. Ata duhet një që të ketë vullnet, një që të merret me atë punë, që të ketë ai shumë vullnet sa të merret 3 vite vetëm me të gjetur ata që do hedhin fondet. Se vetë se bëjmë dot. Bashkimi Evropian. Po Bashkimi Evropian apo çfarë interesi ka të bëjë Bashkimi Evropian në Tiranë aty me atë shimin ne? Ne kemi probleme. E kupton? Bashkimi Evropian ka 20 vjet që po Tirana lek për Bashkimi Evropian po bëri. Bashkimi Evropian po bëri daku që ne do ndihmoj shumë ashtu të bëj ekurudhat ndërurbane në Shqipëri për transport madh, e kupton? Ato po të na bëja ne kanë bërë ata më shumë se sa do të bëjnë. Edhe ti po je pastaj i zgjuar ose i mirë ose që vërtet ta shikosh atë përpara, okay, ti implementoi tracet gjitha ato. Ta ngriti trafikun e madrave. Jep ai pastaj njerëzve. E di sa i pa kushtueshëm është pastaj kur kalkuloson atë. Që duhet të arrish një stad, domethënë, një nivel ekonomik që ta ushqej. Trafiku njerëzve del gjithmonë me minus. Por madra, madre distanca që ka Shqipëria në përballje se s'na. Trafiku e themi anglisht në vllai se i friksuam një transporti njerëzve, është ide, transporti madrave, transporti njerëzve, si po thoshim trafiku njerëzve, gjithkohës. No, trafiku ka rregull, ke pas. Po në Shqipëri është transporti, jo trafiku. Treni ata. Po për vlerësimin është ekonomik apo ti trafiku njerëzve nuk shkon transportin. Transporti është lëvizje. Trafiku, sa njerëz kalojnë, atëherë shikon është pozitive apo. Trafiku në Shqipëri është dëndësia e automjeteve plakos, dhe është dëndësia e trenave. Trafiki është rregull në Shqip. Tre që falë. Ajo edhe për madrat nuk e di të funksionojë brenda Shqipërisë. Mund të funksionojë për Maqedoni, Shqipëri, Greqi, Shqipëri, por brenda Shqipërisë është shumë e shkurtër. Po brenda Shqipërisë ata kam mendjen kur them valla, kupton, nga Shkodra në Sarandë, kupton, do lidhet edhe me Malezinë me Greqinë, se ne brenda çe duam.
Ora ajo edhe brenda Shqipërisë ta bëj ata që vinë ato, do vinë nga Serbia, nga Malizia, kamiona domethënë, bam, vjen deri në Sarandë, ikën në Greqi pastaj, kupton? S'ka ndonjë problem. Nuk e di. Potencialin e kemi ne valla, i ka bërë xhaxhi që ta ato kohë, domethënë ato thjesht duhen shkulur, duhet bërë traseja nga para që të mbajë. Për sipërfaqen e Shqipërisë më mirë është rruga. Sa kështu. Po të bëj. Jo, për kundër shtete, jo sepse është më kështu. Hyn në vende kur nuk e bën dot me trendi. Ku hyn në vende? Ku se bën dot në tren Shqipëri? Çdo vend e bën tren Shqipëri. Ne kemi ato qytetet janë zakonisht industriale, kështu gjatë, nuk është vetëm Tirana që është grumbulluar si top. Të tjerët janë qytete gjithmonë të hapura, që kalon treni në trajektore të bukur fare, si në Shkodër, si në Florës, si në Sarandë, si në Durrës, si gjithë. E di ta përsa është më praktik automjeti. Flas për kamionar që për mallar se sa për trenin. Në sipërfaqen e vogël. Është spektra për sipërfaqen e vogël që kemi. Ngre jashtëzakonisht shumë atë lampën e trafikut. Ka për Berat Tiranë na bëj për 1 orë. Ti po të bësh të trenin do të ikësh te vendi ku ngarkohen, do presh të niset me orar të ose ta me orar, nuk e kur të karit ty, të vej. Nësa kështu, qysh ti Berat Tiranë kemi 1 orë, jo kur do të rapi ty, është te shoferit nisë. Po ke 15 ma une që influencojnë rrugën. Kurse ti atë orë që do presësh në dogan me maunën domethënë, se pret fare ti pret njëra atje domethënë në stacion Ollat ke vajtë. Ajo mund të bëhet ajo mund të bëhet apo vi nga Maqedonia që do të ikën në portin e Durrësit atëherë e bëha punë. Jo, mos do të bëhet për ty, nëse kalon një nga Berati për shembull. Edhe ndalon edhe s'ndalon Berati, kupton, po mund të kaloj. Nëse se ndalon ai, do bësh ti gati një kontener me vaj? Ose me zhëllë më. Do bësh një kontener me vaj për shembull. Do veshti tek stacioni i trenit Berati, 5 minuta punë ke ti. Do e marrë, do e shkarkoj. Pastaj ai do të vjet në tren deri në Durrës direkt ai për gjysmore, kupton. Po gjysmore është kështu pa ardhur atje. Po pra, po nuk e ke trafikun e rrugës ata. Të eliminohen, hiqin gjithë ato nga rruga. Këtë po të them, këtë nuk po kupton ti. Kupton, nuk ke trafik rrugor me mjetet të rënda, kupton. Ti thua nuk është për biznesin e vërtetë, është për pjesën e popullatës, s'ka ke trafik në rrugë. Është për të gjithë, është për të gjithë, se edhe ty të krijon një fleksibilitet të buret, se ty të ulet niveli maunëve që duhet blesh ti, e kupton. Niveli i çado shpenzosh ti domethënë për transport të gjitha. Për të ndërkombëtar do kesh shumë. Nga Maqedonia në Shqipëri. Pra ato do bëhet ajo, kupton? Edhe po pra thashë kur do bëhet për ato, edhe po jemi në të mirë ta implementojmë me veten tonë. Kupton? Gjithmonë pra do të mëse se ti merr rastin e Beratit plako po. Jo, marr vend Shqipërisë. Jo, merr Gjirokastër. Ose merr Troporin ose merr Pukën, Peshkopin. Ku e utona do nisi ta që nga Peshkopia tash e kur do marrë ato rrugë sa dalin në rrugë kryesore, do të thotë që të vajë deri në Durrës, edhe sa makinat të tjera do të thënë kalojnë atë lloj damari. Nëse ti pastaj vëlla e ke që një tren niset një herë në ditë për ditë, do të thënë. Ajo buçi ka eventi çdo prodhuesi në atë zonë, do të thënë, që ti dorëzon në këtë orë, do të thënë, niset ai vëlla del atje ku do ti. S'ka, do të thonë është shumë e thjeshtë apo. Atë shumë. Treni funksionon gjithmonë, prandaj funksionon këtu në Gjermani, prandaj funksionon edhe në veriun e Italisë, në Francë, në Zvicër, ka një tjetër më. Plus ti ke këtu në Gjermani, pse nuk ka për zgjuar se po ka të sipërfaqe atilla. Po pra, se si funksionojnë maunet në Gjermani? Maunet në Gjermani për shembull funksionojnë për biznese që nuk kanë potencial. Kupton? Vetëm për biznese që nuk kanë potencial funksionojnë. Se për biznese që kanë potencial të madh, gjithmonë treni është zgjidhja e parë dhe vetëm. Ka potencial edhe biznesi në Shqipëri. Kupton? Tani potenciali për në Shqipëri di kush është për shkak? Janë ato për ata që dim ne, e kupton, për ata që kemi ne eksperiencë. Për ndërtim ti nuk të duhet më unë. Përveç betonierëve. Nuk të duhet më unë. Për gjithë transport rreth kështu ti nuk ke arsye pse të përdorësh ta unë tren valla. Çish funksionon në gjithë botën, edhe nga Berati në një vend tjetër ta çosh domethënë e bën me trena, kupton? Kur po flasim për lëndë të parë, nuk po flasim për çimenta, çfarë flas? Po flasim për çimento, po flasim edhe për rer, për gur, për kupton, për lëndë të parë, për blloqe. Po jo më gur lëndë gur ti ke gurorën çdo të Shqipërisë. Do marri nga Berati të çon në Shkodër, në Shkodër ke 4 sa duash për gurorën. Me mëse është një figura i do gurin në të marrit atë. Nuk po them, ke shumë specializuar, e kupton disa po s'është as pak i specializuar, se ti treni nuk do bësh vetëm treni për gur, treni mbushen e vagon valla, një vagon është vagon udhëti, tjetri është gur. E kupton? Ato ndahen valla. Qysh është logjistika, përse do sasi po. Mund të bëhet Berat vetëm të rroba çanta, të fillon të mëdha, po ndryshe. Këta po të kanë 20-30 më. Më mirë, kupton, ajo mund të jetë valla, mund të kalojë një stacion skrapar për shemb, një stacion të kombinatit Berat, kupton. Nëse ka parë ngarkohen gurët që vinë atje, ngarkohen për shembull
Qa mund të kenë një prodhim ata, kështu që nuk kërkon ai patate në një gjë, për shembull që nuk kërkon lageru, kupton? Bu. Vjen aty vjen merr çantat, ai del në Durrës ai, e kupton? Aty në Durrës ndalon treni. Hiqen çantat futen për kontenere dhe hipin në traget, sot të tjera aty ikin shpërndarën, ande nga do shpërndarën Tiranë, Kavaj, Fushkruja, kupton ku i kanë të tjera. Kështu funksionon edhe këtu. Për gjithë për 90% atyre domethënë vjen treni, pastaj vijnë maunat, e kupton? Ose pastaj vijnë dhe ne maunat do të ishin fare se ne ku i kemi rrugë të Gjermanisë, këtu po detyrohen të hiqen avash po. Jemi shumë të centralizuar për ta thashë ja. Ti shpërndarjen e bën në mjetë rrugore. Shpërndarjen mikro e bën kështu, pastaj makro do të funksionojë gjitha me trena apo të. Nuk është për mua nuk ka sens të merresh shqarqiri nga Lushnja të vej deri në Kosovë, deri në Serbi me makina. Është absurditet më plot. E kupton? Kur ti e vëllai shumica, ai ku e kanë atë stacionin vëllai? Atë rruga e Fierit, ku është ai stationi? E Kurulla, e vjetër e komunizmit. E di çka rronë nga Divjaka, apo se di ku është. Kupton? Merre, transportohet gjithë vëllai, del treni deri në Mitrovic, bëj çfarë duash, thyej kokës. Kupton? Edhe është më efikase vëllai, një tren mund të ketë 60 vagona vëllai, kupton? E kurse një është zakonisht shumë lekë vëllai. Heq minimumi 140 kamiona. Minimumi, po të them. Ka distanca të ndryshme. Një linjë është vëllai. Ai treni do ndaloj 4 herë tregtarët që vijnë. Po. Ti ke një nga Kosova, një nga Rusia, një nga Udjon. Nga do kaloj që do në Rusi. Nga Kosova do kaloj, dalin në Serbi vëllai. Po thua, shpëtojmë ne këtu. Ti peshon në vend tjetër, çfarë përfiton me ta? Biznesi çfarë fiton me ta? Biznesi? Rusi çfarë përfiton nga kjo që Kingdom Kosto fikson Rusi. Sa i treni shikoj se ti po e merr dhe një çik të izoluar, ti e thoj që po unis i treni nga Saranda do ndaloj në Mitrovic. Treni s'ndalon fare vëllai. Ti ndron vagona, ti ndron latën, ai vazhdon të shdelë në Moskë. Tash jo vetëm për Shqipërinë, por ti je ndërshtetëror gjithë Ballkani perëndimor. Nuk ka, shiko, për transport madrash nuk ka kështu që fillon Gjermani, mbaron Gjermani. Ai fillon vllai një tren ku niset itinerari, fillon që nga Nice për shembull në Francë. Ka ditë shkon edhe del në Kazan. Edhe për eksport. Po ma unë me brashi pjesë nuk keq. E përdor, ma unë në Shqipëri do keq gjithmonë. Në çdo vend do keq gjithmonë, po do të bjerë numrin në mënyrë të konsiderueshme, kupton? Edhe do përdoren për gjëra më të tjera. Sepse ma unë duhen për këto për qershit, për shembull, duhen ma unë se duan një kylu nga ato. Pavarësisht se Shqipëri si plas trafi njeriu di edhe në shua, kupton? Për miqin për shembull. Të duhen ma unë për prodhime elektorale, për shembull të duhen normale ma unë se janë specializuara me klima me gjëra. Nëse për industrinë të rënd, pra brenda Shqipërisë nuk ka të instrumento që mund të vesh atë ndryshimin nga fushkuria në anë të Shqipërinë, po ndryshe pastaj janë të decentralizuara. Me kurore me gjitha gjëra. Se për eksport është mirë, është për eksport e një. Po mirë, ti specializimi me të ti për pjesa vetëm me unë që ka kalojnë nga mari të mori, domethënë dhe nga ato kodat e tërë pani vetëm për ato gur që është vetëm ai gur domethënë që nuk është e shpërndar, nuk është një gur edhe në Shkodër edhe në Gjirokastër. Ai është aty. E aty do vinë gjithë ata. Vinë nga Gjermania, nga Franca, nga Anglia, nga Italia, nga Spanja për të marrë atë gur. Edhe ti nuk ke pse nevojë që të kalojnë aty për ditë në bera 40 kamiona, s'ke nevojë fare ti për ato. Ti e merr, e ngarkon një tren, nis në Durrës, thuaj qafën, bëj çfarë duash. Sa të bën atë portin që jep një punë. Vetë porti Vlorës u bëj, se lan kokën e namë, do të hapin portin e transportit të Vlorës. Në Vlorë apo do bëhet në Durrës e tillë? Në Vlorë. Është tha ajo editar që di kanë bërë ata një kontratë kanë firmosur për një hidrocentral tamam, domethënë andaj sipër nga veriu, që do të bëjnë amerikanët. E kanë marrë përsipër firma që ka bërë rrugën e Kombit. Edhe po është ky tjetri për Vlorën, domethënë për një impiant gazi, për gaz të lëngshëm, për punim domethënë. Dhe në ndërhidhur me të porti i Vlorës. U gazi i lëngshëm nga vjen. Shpina plasë ku di jo, për punim thaj. Nuk e di nga vjen. Pak më nga vjen vëlla, kupton? Kënë vende punë. Gjëra pastre, kupton, me teknologjira, me gjëra. Dhe niveli gjithë ata që mbarojnë shkollën në Tiranë, inxhinieri mekanike, mektronike, zanojnë punë për ide të ngelin aty të gjithë. Sa ke sillur në forma të kushturisë time për shkakun që po punon, domethënë kështu në një call center që merren me sheshin Bitcoin apo dalliqe kështu domethënë. Vjen 1,5 milion në 2 milion lekë. Ajo është një inxhinier timi si puna ime. Ajo më shumë mundësi është më e mirë se mua në mësim. Edhe nuk do merre me ato, nëse do i thoshë njëri do të jap 1,5 milion lekë të punosh si inxhinier, e kupton? Se nuk është budalla, unë kur kam vajtur atëre tek miqi jam interesuar për të bërë mos përmendin emra kot tash. Ti je me inxhinierat e ndërtimit dhe ai babuçi kishte bërë shkollën në Itali. Se jo se janë më të keq ata të politeknikut, po qas me kanë emër të mirë aty në Itali.
Që më shkojnë Itali babuçi vllai merrte 550.000 lekë. Po si e sëndan, që me vite e para, 2-3 vite e para, pastaj rritet rroga, se më Ja, ata kishin një krye inxhinier atje, domethënë një që ishte shumë i mirë, domethënë që i kontrollonte të gjithë këta, domethënë që ishte si tip Oberbauleiter, domethënë ishte krye inxhinier në Shqip. Edhe ai më duket se merrte 1 milion lekë. Është turp po bëri ai menaxhon minimumi atje diku të 7-8 projekte në jetën kohë. Që ishte tipi supervizori këtyre domethënë. Nuk vlerësohet vëlla intelektuali e prandaj. Edhe kanë ikur edhe kjo po disa projekte të mëdha për shembull do hapnin një zakonisht shumë punë për Shqipërinë, domethënë. Sidomos kjo e trenave. Ne kemi domethënë këtë në mesat ju nuk e kemi shumë të zhvilluar në kapacitetin intelektual, domethënë akademikët në fushën e transport. Kjo ose është që nuk e di unë, ose unë e di saktë, e kupton? Po që mesat unë nuk kam shumë dini që ne të kemi për shembull inxhinier transporti, që janë këtu për shembull. Që janë super të shkolluar, domethënë që hedhin ata e kanë të vështirë, kupton, inxhinier transportit se edhe unë po të kaloj për transportin tash, pse se kalova unë? Ishte se kalova? Se mua më duhej një specializim, pastaj më vojnë futush në punë. E kupton në ato CAS, si janë ato programe kështu domethënë që fluid ato, thashë ikë bëri dhe unë miq kam mësuar Wordin, Excelin, punojmë punë ashtu, më filloj me ato dalliqës na para. Edhe shpunojmë nga kërkoj direkt, tash ai kapo inxhinieri aty, shefi, tha. Ti studentu këtë dhe kam marrë unë, do bësh të fertifun, specializimin që kam marrë unë? Jo, se kam qenë. Ose da. Çfarë fertifun? E kisha kështu për të qytetia. Kërkesë. Transport. Ajo është shumë bukur, logjistik madrash. Mua pëlqen shumë ajo domethënë, pa ajo valla është shumë filozofike. Transporti është jashtëzakonisht shumë filozofik, dhe unë filozofinë e bëj thjesht për hobi. E kupton, për çefin tim, nuk dua ta bëj filozofinë si punë. Pa dikosh numra, shumë numerike. Plus se ke shumë pasojë logjistike. Filozofia është ajo, interpretimi i numrave se si ndikojnë atë. Është gjitha empirike, sistem teknik quhet ajo këtu në Gjermani. Nuk e di se skalën fare duket se kjo sistem teknik e bën Tubelini dhe 7 universitete të tjera në gjithë botën. Është filozofi me numra ajo vetëm. E kupton? Me anë të numrave ti nuk e nevojë fare të shikosh as objektin, as qytetin ku je. Vetëm me numra. Ke vetëm numra. Domethënë dhe i fut ato në ato programe të rën. Ke pasur? Po. Me r atje. Domethënë fillon të ai na shpjegonte ato në Allah, më duke ai sikur fliste në një gjuhë shumë marsiane kur fliste me ato. Një vllai se ke lani për to. Gjëra që detyrim ti tek statistika. Po si shpërmoj, prandaj unë ndrova atë drejtimin. Nuk jam për atë punë. Ne mbyllim. Kështu pra. Bashkë mirë pashëm deri edicionin tjetër. Puç.